Territori shqiptar për datën 3 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa duke sjellë rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja pritet të sjellë shira të dendur në zonat perëndimore, ndërsa pasditja do të shoqërohet me rreshje më të izoluara në lindje dhe juglindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në zonat jugore. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndim me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të lehtë deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 3 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 3 dhjetor do të jetë në orën 6:42 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 8 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 11 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat 12 deri në 15 gradë Celsius. Korçë 4 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 16 gradë Celsius.